Një vendim I pazakontë I liderit të Reform UK, Nigel Farage, ka tronditur skenën politike britanike. Deputeti I zonës së Clactonit ka dhënë dorëheqjen nga mandati I tij dhe ka kërkuar zhvillimin e një zgjedhjeje të re, duke deklaruar se dëshiron që qytetarët të jenë ata që do të gjykojnë veprimet e tij. Dorëheqja vjen në një kohë kur Farage është nën hetim për një dhuratë me vlerë 5 milion pound, të marrë nga një miliarder I kriptomonedhave. Politikani këmbgul se nuk ka shkelur asnjë rregull, pasi sipas tij, dhurata është marrë përpara se të zgjidhej deputet. Vendimi I tij ka shkaktuar reagime të ndryshme në Clacton-on-Sea. Disa banorë e cilësuan këtë lëvizje si një humbje kohe dhe të panevojshme, duke argumentuar se zgjedhja e re nuk do të ndryshojë asgjë. Megjithatë, të tjerë shprehën mbështetje për Farage, duke thënë se ai ka qenë transparent dhe se hetimi ndaj tij është më shumë një sulm politik sesa një çështje ligjore. Në zgjedhjen e re, deri tani, kundërshtari I vetëm I shpallur është personazhi satirik Count Binface, një komedian I njohur në Britani për kandidimet e tij simbolike në zgjedhje. Ai u bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në votim, duke ironizuar situatën politike. Nga ana e tij, Farage e paraqet këtë proces si një përballje mes qytetarëve që e mbështesin dhe establishmentit politik, duke insistuar se hetimi ndaj tij është motivuar nga identiteti I tij politik dhe jo nga shkeljet e ligjit. Rezultati I kësaj zgjedhjeje pritet të shihet si një test I rëndësishëm për mbështetjen popullore që I gëzon Farage, ndërsa hetimet ndaj tij vazhdojnë.